me veprimet e qeverisë sonë, cila do që t'jetë, të inkuadrimit dhe të përfacimit të drejtë të plot kuptim të qytetarëve sërbë si qytetarë të Kosovës, si në jetën politike, ashtu edhe në atë shoqërore, ashtu edhe në atë politike. Po, sa duhet ketë droj nga asociacioni, qytetari i Kosovës? A keni ju droj nga asociacioni? Droj s'ka mas fare, sepse çka do që t'jetë, këm pas disa biseda këtu me qeveritar, që ka mekanizma ligjor që asociacionin fundit, si që është edhe deklaruar shumë qartë vetë ambasada amerikane këtu, duhet t'jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës dhe në përputhshmëri me kornizën ligjore të Kosovës. Përderisa kemi një kuvend demokratik që del nga zgjedhjet të lira dhe të drejta, gjithmonë kuvendi do ta ketë legitimitetin që të kanalizoj çfarëdo tentative për çfarëdo entiteti apo ligjshmërie që mund të jetë antikushtetuese apo mund të jetë e dëmshme për interesat e qytetarit të Kosovës dhe të shtetësisë së Kosovës, që ta menaxhoj dhe ta kanalizoj në esencë. Esenca tani është që të mos shihet asociacioni si garantues i të drejtave të serbëve, mirë po të shihet Republika e Qeverisë së Kosovës, të shihen institucionet e qeverisë, e shtetit të Kosovës, si garantuese të drejtave të qytetarëve, të gjithë qytetarëve, duke përfshirë edhe qytetarëve serbë të Kosovës. Po, do ndalim, po, nuk e di nëse ju ndërpreva, se deshe të pyesë edhe më tutje për raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si keni parë pozicionin e zotit Grenell dhe antagonizmin Grenell-Kurti? E kam patur një të kaluar jo të mirë, me akuza, sidomos që kanë ardhur në adres Grenell-Kurti, Kurti ndërkohë që në momentet e qeverisës parë, në marrëveshjen e Washingtonit, kishte refuzuar, më pastaj ishte rrëzuar qeveria. Tani ka dilema, pikpyetje se si mund të jetë kjo, edhe çfarë mund të prodhojë një antagonizëm i tillë. Grenell e shohim që nuk është në pozicionet të involvuar direkt për Kosovën, por megjithatë është këshilltar special, edhe ka portfolion më të madhe që mund ta ketë ndoshta edhe Kosovën. Por periudhës fundit është më i heshtur, por dilemat dhe frikrat në Kosovë ekzistojnë edhe më tutje se çfarë mund të prodhojë kjo situatë. Për qëndrimet e tyre duhet me siguri të japin deklaratat atë mirë, po principi jami personal, që për këto 25 vite punë gjithmonë është dëshmu si e vërtet, është që gjithmonë të nisemi nga fakti që shtetësia jonë, pavarësia jonë, liria jonë, për kundrejt sakrificës së brezave të qytetarëve tonë, ne gjithashtu duhet jemi të falenderues secilit qytetar amerikan. Sepse secili qytetar amerikan ka qenë pjesë e përkrajës së shtetit amerikan, jo vetëm për fitimin e pavarësisë dhe lirisë tonë, po edhe të forcimit të shtetit tonë dhe të shtetësisë sonë. Principi i dytë është shumë i thjeshtë. Secili zyrtar amerikan, pari ishte mbi qytetarin amerikan, i dytë është mbi zyrtarin amerikan, duhet të trajtohet në baza të një miqësie dhe të partneritetit të mirëfillt. Unë mendoj që ka shumë çka duhet të përmirësohemi, që ta ripërtrim partneritetin e mirëfillt dhe të plot kuptim dhe aleancën tonë dhe miqësinë tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qytetarën amerikan, me zyrtarin amerikan. A është dëmtuar kjo relat që ka qenë e shenjtë për Kosovën vazhdimisht? A është dëmtuar periudhës fundit në Amerikë? Nuk mendoj që është, sepse po shohim deklaratat e... Nuk mendoni që është? Nuk mendoj që është dëmtuar, sepse po shohim deklaratat e qeverisë amerikane, po shohim deklaratat e ambasadës amerikane këtu, që janë shumë entuziast që në çdo mënyrë, shumë gjitha projekte që janë përkrahur nga qeveria amerikane në Kosovë, që janë shumë entuziast që në çdo mënyrë ta ndihmojnë Kosovën, qytetarën e Kosovës, shtetësinë e Kosovës, sovranitetin e Kosovës dhe prosperitetin ekonomik të Kosovës gjithashtu.
Pra, ju shihni gjithsesi shpresë që mund të funksionojë kjo marrëdhënie. Ju i njihni liderët edhe personalisht në Kosovë, për vite rresht. Ka mundësi që një pjesë e tyre të ketë marrë edhe këshilla për çështje të caktuara në cilat ju e keni ekspertizën. Asnjëherë nuk keni involvuar në Kosovë në mënyrë direkte. Si e shihni pozicionimin, shembull, në raport me Amerikën kryesisht, zotit Kurti, zotit Haradinaj, shembull aktualisht liderëve si Abdi Gjiku, Krasniqi dhe të atyre të kaluarve, të cilët janë duke u ballafaquar me procesin e gjykatës speciale në Kushtim, kjo është hera parë pas 25 viteve. Ty e falenderoj miqësisë tonë, po posaçërisht respektit që unë e kam ndaj juve si gazetar, që të involvohem dhe të deklaroj publikisht mbi mendimet e mia si qytetari i Kosovës, si votues i Kosovës. Ne e vlerësojmë shumë këtë. Mbi Kosovës. Është shenjë respektit, po mirë, po është hera parë. Pasi është hera parë, dëshiroj të vendos disa çka unë i quaj aksioma të ndërtimit të mendimit politik. Sepse kur nuk dëshirojnë të flisni personalisht, por dëshirojnë parim të flisni. Parim, gjithsesi parim. Aksioma parë është unë jam besimtar dhe një ligj i besimit tim është që shoqëria ka gjendjen që e meriton. Pa ndryshuar shoqëria gjendjen e vet, as Zoti nuk do të ndryshoj gjendjen e shoqërisë. Kështu nuk është kjo pyetje e cili lider, është pyetje më shumë e secilit nga ne si qytetar. Se çfarë drejtimi na po marrim, çfarë kontributi ne po japim, çfarë pozicioni ne po marrim si qytetar. Dhe ato pastaj të reflektohen në udhëheqësin politik. Domethënë edhe si shoqëri, si qytetar, si votues, edhe unë edhe ti kemi përgjegjësinë tonë që të kontribuojmë. Parimi i dytë është po shpresoj që pas 25 viteve luftë, çështja se kush është patriot dhe sa është kush patriot, t'i lihet Zotit. Çështja se kush ka kontribuar, sa ka kontribuar, t'i lihet ligjit. Dhe çështja se kush është tradhtor, t'i lihet organeve të ndjekjes, prokurorisë dhe gjykatave. Njëherë për gjithmonë, pas 25 viteve luftë, duhet të lirohemi nga ky debat i dëmshëm, nuk është i frytshëm, nuk është i shëndetshëm, dhe të orientohemi në atë çka është e shëndetshme. E shëndetshme tani është, duke përgjigjur pyetjes suaj shumë më konkrete, është duhet ta kuptojmë që marrëdhënia, partneriteti me SBA është jo vetëm jetik, mirë po është kritik. Dhe secili nga ne si qytetar, secili nga këta si udhëhec, që secili për tyne ka kontributin e vetë në shtetësinë tonë. Është e pa diskutueshme. Që në bazë këtyre aksiomave që i përmenda, të ndërtojnë teoritë e veta dhe iniciativat e veta politike. Atëherë me siguri që ka do që do të ndodhë, do t'jetë e shëndetshme dhe e frytshme për qytetarën e Kosovës. Shëndetshme, frytshme, s'po del fare tjetë kjo grumbullimi çdo 40 orë, besoj jeni duke e parë këtë, edhe që nuk po gjejnë formulë, si duket sikur s'janë të interesuar, e pam shoqërinë civile me në krye Ismet Kryeziun nga Instituti Demokratik i Kosovës, tek i cili ose bazamentet të cilët i